tjetër vlog. Duket lumturia ime? Duket apo nuk duket? Duket. Do ikim në jug, në Kanin, te Sierra, familja ime, e mam, e babit, gjithë bashk. Do më lidhemi atje. Mezi po pres, u bë shumë kohë që prej Pragës nuk kemi udhëtuar me kalamajt. Kështu që, jo, harrova, kemi shku në Kolashin. Nejse, këtë herë është ndryshe. Edhe mezi po pres, të mblidhemi atje, të gjithë bashk. Të kalojmë 2 ditë të bukura, vila është shumë e bukur, ju e keni parë, do ja tregoj sërish për ata që janë të rinj këtu. O dasuri, ku do shkojnë? Ta veshin nana? Shumë mirë. Edhe tani po bëja gati gjërat, që mos harroj asgjë, çfarë ne na duhet për këto 2 ditë. Domethënë do shkojmë nesër mëngjes, që do nisemi dhe do kthehemi të dielën pas dite. Po mendoja, të mirja, jo shumë gjëra, se siç thash 2 ditë, 1 ditë e gjys, por duhet të marr e babit. Duhet të marr praktikisht shumë gjëra. Arushat i ka vendosur Roi, se kam bërë gati këtë valigjen këtu. Erojt. Është erojt. Po, mami, është erojt. Ta vendosim këtu. E babit, eroj, do bëhemi gati se nesër do dalim gjiro. Nesër, mami, jo sot, nesër. Edhe të Bekit, do I heqim? Hajde, të heqim, mami. Opa, bravo. Opa, goca mami, puqe mami. Bravo, të dua shumë. Babi. Baba. Loja. Duke qenë se atje ka piscina të brendshme, na duhet të marrim për vete, nuk e di nëse do marr apo jo, por na duhet të marrim edhe veshje për piscinë. Normalisht Beki kur shikoj Roin të futet. Wow. Dhe do I marr bikini këto nga vjet, por janë me elastik për hape. Do I marr edhe këtë rrotë pijamin, se kur del nga piscina do e fus direkt këtu, që mos naftohet. Do kërcesh? Shko thuj nënës të vër muzikë. Ju mora nga 2 palë çorape. Këto te nana, shko I pje nanës, nuk është e jotja. Shko. Ja ka marrë çdo gjë që I shikon Heidit, mbesës Rogertit, ja merr. A thua nuk ka veshje. Këto çorapet, një palë trasha, një palë pak më të holla. Dhe marr badin që ka veshur dhe një badi ekstra. Të Zara disa gjëra për Bekin dhe balerina që I mora, të 2 palet ja mora 24, duke qenë se 22-23 ka tani, dhe thash deri në verë, mendja ime domethënë, mund t'i duhe 24 dhe le t'i ketë pak fare më të lirshme, s'është problem. Por këto ishin shumë më të lirshme. Janë këtu. Tani nuk di çfarë të bëj. Nuk kishte më masa online, më duhet të shkoj nëse do gjej fizikisht atje, se ndonjëherë dhe gjem. Janë shumë të bukura dhe do mërzitesha shumë nëse do I ktheja dhe mos I merrja më, se I shkojnë me çdo gjë. Janë kaq cute. Gjithashtu I mora dhe këto palë, një palë xhinse për 3 vjeç, por janë shumë të mëdha. Dhe këto duhet I kthej. Nuk kishte mas më të vogël, t'i marrë diçka tjetër, se nuk I bëjnë. Përse të tjerët I kanë në rregull. Bravo, mami, faleminderit. Ndërkohë Beki po më ndihmon. I kam bërë gjërat kryesore gati, I kam vendosur këtu. Shumë gjërat vogla mund kem lënë pa futur në valigje, por të shikoj çfarë do marr me vete, make-upet që do më duhen për një ditë. Por gjithsesi do më duhet I marr. Këndes pak dritën këtu. Ok. Të shikoj se çfarë do marr me vete. Gjërat më bazike, një make-up shumë bazik.
Se ditë të marrë këtë, fakt, më mirë këtë, pak dhe sak, se sa të mbushëm me 100 gjëra. Mi ka bërë jo rëmuj dhe jo zhull, beki, nuk e keni iden. Nuk e keni iden. Gjithsesi, unë po marr disa gjëra, si jam e sigurt, ku lëviz, më pëlqen shumë të krijoj content, edhe më mirë i marr. Në rast që s'do kem kohë, okay. Por nuk dua të pëndohem të them pse se mora, se do kisha kohë të bëja ndonjë video. Më duhet një setting powder. Më duhet të marr një të re. Kam këtë nga Givenchy që është e madhe, por është shumë e madhe. Më duhet diçka më praktike. Kam dhe këtë nga Patrick. Këtu është kjo e vogla. Mund të marrë dhe këtë, dhe pse është një nuancë më errët. Dhe kjo fondatina që unë kam marrë është e errët. Më shumë e përdor si kontur se sa si fondatinë. Kështu është kur i blen online dhe nuk i provon. Nëse po marr këtë dhe mendoj se jemi okay. Na duhet diçka për syt po marr një brush të vogël dhe këtë nga Natasha është kaq praktike po shkël. Ka këto ngjyrat e tokës, kështu që na bën punë. Prap nuk më nxë. Milë me gjesi. Ku e ke gjokën? Puqi? E puqi goce? Çoka. Beki. Do të kërcesh? Do të kërcesh? Kemi ndesur gjakun. Shikojeni pak se çfarë pamje ka. Këtë është një zonë si dhomdenje, por ka këtë pamjen fantastike njerëz, nuk e di, është shumë e bukur. Këtu është dhe tavolina e ngrënjës për mbasdite, për jashtë, me këtë super pamjen. Të bëj pak make-up, fillimisht po i tratoj lëkurën, u ambientuam të gjithë në përdhoma. Beki vazhdon të jetë në gjumë, ndërkohë që Beki është në gjumë, thashtë të luajm pak. Më thënë të bëhem njëri, se sikur shumë e lodhur po dukem. Nuk është se na lodh kush e di rruga, thjesht, ku diun. Jashtë asaj rutinës, normalisht ndonjëherë është pak më ndryshe. So far so good, domethënë, po jemi shumë mirë. Po shumë kohë që nuk jemi gjithë familja bashkë. Kam 2 vëllezërit këtu, edhe hera parë që ndidhem të gjithë bashkë, pas ka shumë vite, se ose kam patur njërin vlla, ose tjetrin, ose të dy jashtë, edhe shumë vite pa u takuar, edhe për të mbledhur, për të qenë gjithë bashkë. Kështu që kjo fundjava mendoj se do jetë gjëja më e bukur, dhe mbajmë sa më gjatë në mendje. Mami, babi, ne, edhe më pëlqen shumë fakti këtu është si hotel, janë të ndara dhomat, edhe bashkohesh te salloni, te kuzhina, te pjesa poshtë, është shumë bukur secili në terrazinë e vet.
Më pëlqen shumë edhe herën e parë kur kam qenë këtu jam kënaqur. Sepse Beki ka qenë shumë e vogël, sa ka qenë Beki, diku të 9-10 muajshe, diçka e tillë. 9 muajshe, 8 ose 9. Kështu që nuk është e njëjta ndjesi. Beki është më e rritur, ne gjithë bashkë. Çdo gjë është shumë bukur. Nuk e di, ky vendi këtu, do doja që të vija në mes të verës, kur të jetë ajo vapa e madhe që edhe në plazh nuk të bëhet, këtu nga që është si maja mali, e thekur, ka një super, një super freski, pishina, fladi që të duhet në ditët më të ngrohta të verës. Por gjë e bukur këtu është se edhe në dimër e kanë krijuar që të ketë ambientet e përshtatshme dhe ti thjesht të shkëputesh nga rutina dhe të vish këtu. Më pëlqen vërtet shumë. Nuk është drita më e bukur këtu se jam kundra dritës, po s'kisha ku ta vendosi telefonin dhe për shpejt thash të flasim se pastaj edhe mund mos të kapemi më. Duaj që edhe ta shijoj, dhe nuk duaj që të jem shumë në telefon, edhe pse është e pashmangshme, sigurisht, që do rrim telefon, nuk është se do rrim, por thjesht dua ta shijoj me familjarët e mi. Ky është pak a shumë, tamam është ndryshe, udhtim ndryshe, nuk është nga ata që bëjmë zakonisht, unë me Rogertin ose me fëmijat, jemi gjithë bashkë, më pëlqen shumë, shumë lodhe më në fund. Se vështirë mblidhesh gjithë bashkë në një ditë, në një javë caktuar. Është Paolo Menusën, Danieli, vetëm Danieli kemi panu se është i vogël, do të thënë, unë duket i vogël, gjithmonë. E që është më i vogël se unë edhe pse ai nuk duket më e vogël se unë, thjesht e konsideroj të tillë. Se konsideroj dot Daniel Menusa. Nisa. Kështu, e përgjithshmja, thash të bëj këtë shtresën e make-upit dhe pse unë nis për një gjë shumë të lehtë, po përfundoj duke i bërë gjitha hapat. Kjo është arsyeja pse së fundmi përtoj të bëj make-up, se o do futem t'i bëj gjitha se pak blush, pak concealer, pak shu, pak ashtu, dhe ti përfundon duke i bërë gjitha, kështu që. E të merr pak kohë, edhe është dhe fakti që s'dua të bëj shumë make-up, me thënë drejtën, se kam ngarkuar shumë të kohët e fundit me make-upin. Gjithsesi, unë në këtë video nuk duaj që t'i dal gjithkohës unë duke folur, do dua që pak nga gjitha, por është të pashmangshme nëse nuk flasim, duket sikur nuk kuptohet gjithë gjëja që unë dua të transmetoj, dhe kjo është nga arsyeja që mua më pëlqen YouTube, se ta jep këtë hapësirën që ti të flasësh, të jesh vetja, pra të nxjerrësh të gjitha mendimet pa u limituar të ajo koha ose për të bërë ato editimet ekstrem estetike dhe në fund ditës nuk e merr fare atë mesazhin ose ndjesinë sikur je afër me atë personin. Ju thash, nisëm për të bërë një make-up të thjesht bazik dhe shikojni pak make-upi im ndërkohë. Më pëlqen, nuk kam lënë që piket, nuk kam bërë as ndonjë penel ose ndonjë gjë, do i lë kështu të lëshoj dhe flokët. Dhe do vesh një kostum sportiv me pantallona të shkurtra. Duke qenë se është dhe ngrohtë, kemi ndezur dhe oxhakun, është ky koleksioni i ri dhe veshim tani. Sen sono un fan.
Pardon. Bekusja ime. Mirë mëngjesi. Kur nuk do. Zjo me si ke fjetu sumë. Roj. Nana. Oj, daj syri. O, lëndori. Ka mami tullin. Yummy. Sa që si sot në mëngjes. Dhe gjohën vetëm si sërimat e zogjve. Sa ditë e bukur. Tani po shkoj për punë, është ora 8:30 edhe të mbaroj disa punë tek punishtja, ose sot si jam, kam bën vetëm kremin e diellit, thonë kam larë dhe me larë fytyrën, ndosa vetëm kremin, kam ngrënë vetëm një kohë rrëves, se nuk po e shtyja do, nuk e di pse. Edhe thash të kaloj te puna të mbaroj ato gjëra që kam për të bërë, se kam lënë orarin për të bërë qërpikët, o sot si po dukam. Kam filluar e fle kështu përmbys, më përpara nuk kam pas fjetur, mbase kjo si pasojë shtatzanimeve, që mos më ngilej kështu si peng, edhe fleja gjithmonë ose me një anë ose me kurriz. Tani nuk fle dot me kurriz, vetëm përmbys, edhe kur zgjom në mëngjes, zgjom me këto syt pafi, edhe shifes jam, sidomos nga kjo anë, që zakonisht fle kështu. Fiks si që fle Beki, edhe ajo fle përmbys, zemra ime. Sot e kam lënë në gjumë, se po më pa nuk më lë të dalë, do më thonë do qaje, edhe thash pëlla shpejt. Si që thash do bëj qërpiket, sot me zi po pres, se sikur më nxjerri njëri tjetër ato qërpiket, nga fundjavës mund të bëj pak botox këtu, baby botox, më duhet pa tjetër të kjo zona këtu. Kam ardhur në shtëpi, jam bërë gati shpejt, kjo është veshja ime për sot, qërpiket janë këto. Dhe ikim se jo jam vonë, po nuk di që të them. Super vonë. Harruam të filmojmë fare. Nuk e di, jam bërë një vlogger shumë e keqa. Daluam tek Toptani, pim një kafe, baste kishim shumë muhabete për të bërë dhe u hutuam. Filmon fare. Që po bën? Ndaluam edhe për të marrë disa gjëra tek Lash.com. Mora një dhuratë për një nga zyshat e Rorit, ishte shumë e bukur, ishte shumë gjëra brenda dhe paketuar kaq bukur, ja shikojeni pak. Të nderon, domethënë më pëlqejnë shumë dyqanet që i kanë gati sugjerime të paketuara, bukur, ja, me këto lulkat, lull fare. Tani do shkojmë edhe tek dyqani këtu në blok. Sa bukur tani që na bie dielli në fytyrë. Ky dielli mbas ditës, që s'është as diell shumë i fortë, është fiksa i dielli, ajo drita që ne duam. Po i thoj Rogertit, e kam shumë vështirë kur shkëputem sikur 1 ose 2 ditë nga të bërit content si YouTube, si Instagram, TikTok, s'ka rëndësi se çfarë, që fokusom ose te familja, ose si që ka qënë palestra ose puna, më shpërqendron totalisht atë linjën time, edhe kam të vështirë të futem, ndoshta edhe pak ditë, si që janë 3-4 ditë, por prap e kam vështirë të futem direkt aty ku isha, kaloj një lloj pauze që as vetë s'di t'i jap një shpjegim. Edhe këtë po thoya sot, jam si e lodhur, si e kputur, si kështu si pa tërësi, si jo dëshirë madhe për të bërë video, edhe pse mund kemi kaluar një ditë edhe të bukur për video, po është kështu si bën skip dhe harron. Jam dhe pak e lodhur nga palestra, nga
Nuk e di nga sezonin që po vjen, as vetë po e kuptoj. Darka ime për sot, healthy. Ndërkohë, sa po erdha, hoqa gjithë make-upin se më kishte dalë një puqur shumë e madhe, keni parasysh? Vazhdon të jetë kështu si gung, si koder. Edhe shtypa, normal, nuk jetë pa shtypur. Tani do konsumoj darkën, është diku 7. Mundohem ta konsumoj pa ardhur ora 8, të paktën. Sa rehat është kjo pjesa që të vjen ushqimi gati dhe i kontrolluar, domethënë nuk di. S'ka gjë më të mirë se kjo. Super fare. Tani mbarova të gjitha trajtimet, bëra dhe mezoterapinë tek zona e vitheve për celulitin, të ndihmon shumë. Edhe balta trajtimet me masazhe. Tani do ikim, jam bërë, nuk e di, jam lodh shumë sot, se nga palestra, poshtë e lartë, kisha punë te banka, mbarova punë te banka, pastaj mbarova një 2 punë tjera, nuk e di. Sa po erdha, këtu është mbyll. Është e çuditshme sa herë vjen darkë, duket ndryshe kur nuk ka punonjës. Tani po nxitem. Tani kam ardhur në shtëpi. Edhe gjë e parë që do bëj është të bëj një dush, edhe pse të trajtimi e bëj dushin, duke qenë se bëj termokoperte me baltë dhe jam e detyruar ta bëj sa herë bëj këto trajtime, por dua të laj dhe flokët, këtë herë tash bëj laj vetë, nuk përshkojmë për këri, se prap nesër paradite kam palestër. Pastaj do vi të bëhem gati, të dalë, shkoj te puna, do jetë në Tiranë. Kështu, kemi seri gjëra nesër për të bërë. Thash të lahem, edhe të provoj ato metodën po arrita t'i bëj me çorape për të bërë këto ondet vetë. Po fillimisht ta laj se kam përdor llak edhe nuk po e duroj dot. Kështu që po futem të bëj një dush edhe aplikova këtë Leave Conditioner, është super i mirë nga Moroccan Oil. Domethënë e gjithë lindja shampo që unë përdora dhe e shikoni vetë si janë shkriftuar flokët që nga larje, në fakt që nga maska që bëra në larje, por dhe këto pas super. Një do i lë pak që thajem vetë, pastaj do i thaj. Edhe do i bëj me atë metodën e çorapeve. Do bëj dhe një ndarje këtu, po do bëj pastaj. Jam gati për palestër, për vendos pak mbrojtje të diellit. Në mëngjes, se bie drita e diellit aty kur bëj pista. Edhe mos ta kapë ndonjë larë dielli. E thash që
harrova të filmoj, por që bëra këto metode me çorape. Mendoj se lezetshëm, kanë marrë dhe volum, nuk është se kanë marrë jerm, po kanë marrë si ëndër të çrregullta. Besoj se do bien dhe pak volume, po nuk e keq. Mund të ishte edhe më keq. Edhe mund të ishte më mirë. Ka që ishte e mundur për të bërë. Herë tjetër do t'i bëjmë bashkë. Se gjatë verës kështu do t'i bëj, nuk do aty t'jek, do t'i mbrojt, nuk mundova. Se po i bëra me një gjë tjetër, do t'i gjëmë. Dhe janë dëmtuar nga t'ishtë këtë gjë. Mbarova dhe për sot, kemi bërë fuqishëm. O, zoti madhe. Flokët më janë kthyer si lesh. Bravo. Bas palestre kam arrit vetëm të shkoj në punë, të kryej shpejt disa punë dhe nuk kam filmuar thuajse fare dhe të bëm gati gjithashtu shpejt. Kjo është veshja ime për sot. I ka se jam shumë vonë. Bye.